Përshëndetje miq të RTS Korça, mirë se keni ardhur edhe sot në emisionin Çfarë duhet të dini. Java kaloi shpejt dhe ne takojmë sërish bashk për të trajtuar një tjetër temë interesante dhe me interes për gjithë ata që janë duke na ndjekur në ekranin e RTS Korçës, por edhe përmes valve të Radio Korçës. Sot në fakt në emision do të flasim për ndihmën juridike falas, një shërbim që ofrohet për të gjithë qytetarët e vendit prej disa vitesh, por do të ndalemi specifikisht se si mund të përfitojnë, cilat janë kategoritë e shumë informacione të tjera. Së bashku me mua sot në studio është Marinela Nasi, juriste pranë qendrës së ndihmës juridike falas në Korçë. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që ke pranuar ftesën për të ndarë me ne informacione sa i përket ndihmës juridike falas, një shërbim që ofrohet prej disa vitesh në fakt në Shqipëri, në mbështetje nga Ministria e Drejtësisë, por jo shumë qytetar e din që ekziston ky lloj shërbimi dhe ndonjëherë e humbasin për ta përfituar. Por e nisim në fakt me fillesat, kur ka nisur të ofrohet ky shërbim për qytetarët e Korçës. Ndihma juridike parësore në qytetin e Korçës është hapur në dhjetor të vitit 2022. Si shërbim e ofrojmë pranë ish-gjykatës së apelit Korçë në katin e parë për të gjithë qytetarët e interesuar. Nuk e ofrojmë vetëm për qytetin e Korçës, përfshim të gjithë qarkun, Bashkinë Maligj, Bashkinë Kolonjë, Bashkinë Devoll dhe Bashkinë Pustec. Ndërkohë që në Bashkinë e Pogradecit fatmirësisht është një tjetër qendër, aty që mbulon me shërbime gjithë qytetarët e Bashkisë së Pogradecit, ndërkohë që gjithë bashkitë e tjera ofrohet shërbimi pranë qendrës që është tek ish-gjykata e apelit. Mirë, një informacion i domosdoshëm ky për gjithë ata që nuk dinë se ku të drejtohen, por ndërkohë besoj keni edhe mënyra të tjera kontakti për qytetarët, apo jo? Po, ne kemi edhe faqet tona në rrjetet sociale, kemi edhe numrin pa pagesë 0810 10 në të cilën qytetarët të cilët kanë nevojë për zgjidhjen e një çështje mund të telefonojnë aty dhe të marrin informacionin që atyre ju duhet. Dhe mund të drejtohen pastaj në qendrën më të afërt në të cilën ndodhet vendbanimi i tyre. Dhe të marrin kështu shërbimin që ofrohet. Por çfarë është qendra e ndihmës juridike falas për ta përmbledhur? Po, atëre. Ndihma juridike falas ofrohet në 3 mënyra. Në ndihmë juridike parësore, ndihmë juridike dytësore dhe përjashtimi nga tarifa. Nëse flasim për ndihmën juridike parësore, e kemi fjalën për këshillimin, informacionin ligjor, problematikat që qytetarët mund të kenë me institucione të ndryshme dhe zgjidhen pranë qendrave, domethënë pranë nesh. Ndërsa ndihma juridike dytësore ka të bëjë me përfaqësimin me një avokat në gjykatë. Në momentin që qytetarët të cilët plotësojnë kriteret sipas ligjit me të cilin e punojmë, që është ligji 111/2017 për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, ju ofrohet një avokat për të përfaqësuar në gjykatë. Gjithashtu, forma e tretë është përjashtimi nga tarifat. Pra, nuk përjashtohet vetëm tarifa e avokatit, por tarifa nëse varet në bazë të natyrës së çështjes, mund të jetë nevoja për një ekspert, mund të jetë nevoja për një psikolog, të gjitha këto përfshihen edhe përjashtohen. Mirë, ne do të ndalemi specifikisht tek të gjitha këto që ti preke për të prezantuar se çfarë është qendra e ndihmës juridike falas, por si mund të përfitohet kjo ndihmë juridike falas për të gjithë ata që janë të interesuar? Atëherë, ndihmën juridike falas e japim për kategoritë e veçanta, në të cilat përfshin viktimat e dhunës në familje, përfshin personat të cilët janë nga skema sociale, personat që përfitojnë nga aftësia e kufizuar, të miturit në konflikt me ligjin dhe shumë kategori të tjera të veçanta specifike sipas natyrës së tyre. Pjesa e dytë është për pamundësinë ekonomike. Ka persona të cilët janë me të ardhura të ulta ekonomike dhe nuk kanë mundësinë që të marrin një avokat apo të përfaqësohen në gjykatë. Ne kemi një sër dokumentacioni që kërkojmë për këtë kategori, sepse për kategoritë e veçanta nuk kërkojmë dokumentacion, kërkojmë sipas natyrës, nëse është viktimë e dhunës në familje, kërkojmë urdhrin e mbrojtjes. Nëse është përfitues i skemave sociale, normalisht kërkojmë vërtetimet. Ndërsa në rastin e pamundësisë ekonomike janë disa dokumenta, duhet parë nëse kanë prona, s'kanë prona, kanë automjete, s'kanë automjete, nëse kanë të ardhura, sa janë këto të ardhura dhe në bazë të tyre vendoset nëse e përfitojnë ndihmën juridike dytësore apo jo.
Pra janë një sër kategorisht të themi që përfitojnë qoftë ato familje apo persona me probleme sociale që ti i përmende disa prej kategorive, por qoftë edhe ata në pamundësi ekonomike. Duke u ofruar kështu akses në drejtësi gjithë qytetarëve, sepse ky është qëllimi në fund fundit. Këtë kemi moto dhe ne, aksesi në drejtësi të gjithë qytetarëve. Po, është qëllimi i Qendrës Juridike Falas për t'u dhënë të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë mundësi për të patur drejtësi pavarësisht kushteve ekonomike apo sociale në të cilat ata ndodhen. Prandaj dhe janë këto kategori që ti përmende pak më parë, por ndoshta do duhet të qëndronim gjatë në secilën prej kategorive për t'i shpjeguar, por gjithsesi të gjithë ata që janë duke na ndjekur, që e dinë që i përkasin një prej këtyre dy kategorive, qoftë atyre me probleme sociale apo me probleme ekonomike, mund të drejtohen fizikisht pranë qendrës edhe të kuptojnë edhe të marrin informacionin e plot nëse bëjnë pjesë tek përfituesit, të themi. Ndërkohë që cilat janë kriteret e përfitimit, pra nëse paraqitet dikush tek zyra juaj dhe çfarë ai duhet të plotësoj si kritere për të qenë përfitues i këtij shërbimi? Atëre, për ndihmën juridike parësore nuk është se ka ndonjë kriter të veçantë që duhet përfituar. Ne jemi munduar që informacionin dhe këshillimin t'ia japim çdo qytetari i cili paraqitet në qendrat tona. Edhe pse nuk bën pjesë në këto kategori të themi. Nëse bën, edhe nëse nuk bën, ne informimin gjithmonë e kemi ofruar. Të gjithë kemi nevojë për informacione, pavarësisht çfarë kategorie i përkasim të themi, për të marrë informacion se si funksionojnë ligjet, se si funksionon legjislacioni shqiptar apo institucione të ndryshme për të marrë pastaj edhe të drejtën në fundit. Kështu që e keni ofruar për gjithë. Po, e kemi ofruar për të gjithë. Kryesisht çfarë janë personat që ofrohen tek ju që drejtohen më shpesh? Besoj ndoshta mosha e tretë që mund të ketë mungesë informacioni ose jo akses të mirë në internet, sepse sot në fakt të gjithë kryesisht themi moshat më të reja apo qoftë edhe të rinjt e kanë aksesin shumë të mirë në internet për të lexuar qoftë edhe një ligj, për të parë një rregullore se si funksionojnë gjërat. Por mosha e tretë është ajo që është pak më e privuar, të themi ndoshta nga kjo pjesë. E vërtetë është, dhe jo vetëm aksesin, por duhet të theksuar që shumica e shërbimeve janë bërë online. Dhe për këto kategoritë për të cilat ne po flasim, të cilat kanë dhe vështirësi ekonomike, edhe pensionistët, sepse ka vërtet pensionistë, do me thënë që vinë, shumë nga këto shërbime që janë online ata nuk mund t'i bëjnë vetë. Nuk mund të aplikojnë dot për një pension pleqërie, të cilin ne e bëjmë, e ofrojmë si shërbim. Ankimimet në komisionet vendore qendrore gjithashtu bëhen. Rikomissionimet për kempet gjithashtu ofrohen nga qendra jonë. Problematikat që mund të kenë me institucionet e ata nuk i zgjidhin dot, ne ju drejtojmë me shkresa zyrtare dhe në bazë të përgjigjeve të tyre mundohemi që të japim zgjidhje për qytetarët për problematikat që ata kanë. Nëse do flisnim për natyrën e çështjeve që ne merremi më tepër, janë çështjet familjare dhe çështjet e pronësisë. Në ndihmën juridike parësore, do të thënë qytetarët më të shpesh që paraqiten janë për këto çështjet e pronësisë, të cilat nuk i bëjnë dot aplikimet vetë nëpërmjet ILBENJAs për kadastrën dhe ne ja u kemi ofruar si shërbim. E kuptoj, pra tek pjesa të themi e ndihmës juridike parësore përfshihen të gjitha këto çështje që ti përmende dhe më vjen mirë që i citove disa prej tyre, sepse kur themi ndihmë juridike, nuk kuptohet vetëm ai procesi gjyqësor, ndjekja e një çështje me avokat, pra ajo shkalla e fundit të themi ndoshta e ndjekjes së një çështje të një problematike, të një konflikti që mund të ketë dikush, ndërkohë që përfshihen edhe këto çështjet e vogla ndoshta administrative që ju i ofroni së shërbime përpos faktit që jepni dhe informacione. Pra qoftë edhe një informim i qytetarit nëse nuk e ka informacionin e duhur se si funksionojnë gjërat apo se si mund të përfitoj apo të aplikoj në ILBENJA, duke qenë se tani pjesa më e madhe e shërbimeve janë online, kjo është një gjë shumë e mirë në fakt, duke ju ardhur në ndihmë gjithë qytetarëve të gjitha kategorive. Po, ne si qendër parësore këtë kemi në synimin, domethënë që t'i ofrojmë përveç informimit, këshillimit, edhe këtë pjesën tjetër që ka të bëjë me aplikimet online që ka për çështje të ndryshme. Pastaj pjesa e dytësore, përfaqësimi me avokat është diçka tjetër, janë çështje gjyqësore të cilat i kërkojnë këto si procedura. E kuptoj. Nëse flasim për dokumentat e duhura që duhet të ketë një person kur drejtohet tek zyra juaj, ndoshta nuk janë specifike për t'i përcaktuar, sepse në varësi të çështjes do duhen dokumenta tjera, por çfarë duhet të ketë parasysh një qytetar kur drejtohet tek ju?
për ndihmën juridike parësore, qytetarët duhet të kenë patjetër një mjet identifikimi me vete dhe minimalisht mund t'ju kërkojmë një vërtetim pensioni nëse janë pensionist ose një vërtetim page apo një vërtetim punëkërkuesi pa punë në momentin që ata janë të papunë. Ndërsa, nëse bëhet fjalë për ndihmën juridike dytësore, patjetër që dokumentat janë pak më specifike, sepse duhen vërtetuar të ardhurat që ata kanë që të bëhen subjekte përfituese të ligjit për të përfituar nga ndihma juridike dytësore. Gjithmonë për të njëjta dokumenta bëhet fjalë për çështjet, domethënë kanë prona, s'kan prona, kanë automjete, s'kan automjete, nëse kanë të ardhura, sa janë këto të ardhura dhe në bazë të tyre plotësohen formularët, të cilët i dorëzojmë në gjykatë dhe gjykata nëpërmjet një seance gjyqësore vendos nëse qytetari është subjekt përfitues i ndihmës juridike apo jo. Pra kështu bëhet, se themi, si përzgjedhja, procedura e nxjerrjes së përfituesve. Dorëzohen një sër dokumentacionesh dhe më pas del vendimi që është përfitues apo jo. Po, dhe pas kësaj ky vendim ne kemi lidhur marrëveshje me dhomën e avokatisë, nëpërmjet të cilës kemi 4 avokatë, të cilët janë në shërbim dhe paguhen nga ndihma juridike falas, nga drejtoria. Ata ofrojnë shërbimin për qytetarët, pasi vendimi merret i formës së prerë, ky vendimi shkon dhomës të avokatisë, nëpërmjet rotacionit dhoma e avokatisë vendos kujt avokati i takon çështja dhe avokati pastaj kontakton me qytetarin edhe vendos përpilon kërkesëpadim për në gjykatë. Dhe më pas këtu ndërpritet themi marrëdhënia juaj sepse keni krijuar kontaktin e qytetarit me avokatin që do të ndjek çështjen. Fal kësaj marrëveshje që është bërë nga Drejtoria e Ndihmës Juridike falas, që është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë, me dhomat e avokatisë në qarqe të ndryshme të vendit, duke punësuar, themi, duke patur pranë vetes një pjesë të avokatëve që kanë shprehur dëshirën për të kontribuar dhe për të qenë pjesë e këtij shërbimi dhe e këtij sistemi. A ka të drejtë qytetari që të zgjedh ndoshta avokatin që do të ndjek çështjen e tij apo thjesht është çështje rotacioni? Është çështje rotacioni. Okej, janë kështu pyetje që mua më vjen natyrshëm që ndoshta do të donte t'i bënte çdo qytetar, sepse pikërisht për këtë jemi këtu në emisionin Çfarë duhet dini, për të drejtuar këto pyetje të thjeshta të qytetarëve. Ndërkohë, më pas e thash edhe pak më parë, këtu ndërpritet marrëdhënia juaj, themi, sepse keni bërë pjesën e ndërlidhjes mes qytetarit edhe avokatit dhe vjon procedura pastaj sipas legjislacionit, seancat gjyqësore dhe gjithçka tjetër. Në përfundim të çështjeve keni ju kompetencën për të paraqitur vendimin tek qytetari apo si procedohet më pas, apo këtu shkëputet marrëdhënia juaj me qytetarin dhe ata vazhdojnë më pas me avokatët? Vazhdojnë me avokatët, patjetër që i asistojmë nëse ka nevojë për një dokumentacion provues, një dokumentacion shtesë që mund t'ju duhet gjatë gjykimit, patjetër që paraqiten pranë qendrave dhe i asistojmë me mbledhjen e dokumentacionit që atyre ju duhet, që të mos vinë vërdall me pak fjalë. E kuptoj, për t'u lehtësuar. Mundohemi që t'ju lehtësojmë në çfarëdo lloj mënyre. Atëherë nuk shkëputet marrëdhënia juaj, kështu që i ndiqni deri në momentin e fundit, derisa qytetari të gjejë zgjidhjen. Dhe mbi të gjitha, ajo që është më e rëndësishme, që është që në emrin e zyrës tuaj është gjithçka e marrin falas, për të mos patur kështu cungim të drejtës apo mospasjes të drejtës për drejtësi. Si ka qenë interesi i qytetarëve, të paktën të rajonit Korçës, për të marrë shërbimet falas pranë zyrës tuaj? Mua më vjen mirë të më bësh këtë pyetje, sepse duhet të them që nga viti në vit gjithmonë interesi i qytetarëve vjen duke u shtuar. Dhe është diçka pozitive që tregon se qytetarët e kanë marrë informacionin, kanë marrë edhe zgjidhje dhe e dinë që nëse do të drejtohen atë qendër, patjetër që një zgjidhje do ta gjejnë për problematikën e tyre. Kanë fituar edhe besueshmërinë. Mbi të gjitha, duke parë, sepse fjalët përhapen shpejt, edhe fjalët e mira dhe fjalët e këqija patjetër, aq më tepër në zonën tonë që është një zonë e vogël, kështu që ndoshta edhe njëri pas tjetrit qytetarët bëjnë edhe publicitetin e tyre, duke treguar eksperiencën se si ka shkuar zgjidhja e problematikës së tyre, edhe çdo gjë që ata kanë marrë si shërbim pranë ndihmës juridike falas, por besoj edhe ju keni një agjendë aktivitetesh edhe promocioni të zyrës për ta bërë sa më të qartë edhe më të thjeshtë për publikun. Ne kemi një bashkëpunim të mirë me institucionet lokale në qytetin e Korçës dhe jo vetëm në të gjithë qarkun, por përveç takimeve që mund të bëjmë institucionale, ne bëjmë gjithmonë aktivitete informuese, aktivitete street law, në të cilat informojmë qytetarë të ndryshëm, kalimtar të ndryshëm për ndihmën juridike falas se ku mund ta gjejnë dhe çfarë ju ofrojmë atyre.
Edhe pjesa e promocionit bën punën e vet, po e thash edhe pak më parë, edhe çështja se si janë zgjidhur këto problematika, se si e kanë gjetur zgjidhjen qytetarët, ka bërë punën e vet. Të njëjtën gjë bën edhe ky emision, pse jo, për të promovuar punën që ju bëni dhe për ta bërë atë të ditur për gjithë qytetarët, apo edhe kronika televizive që kemi zhvilluar her pas here në ekranin e RTS Korçës, por edhe ky kontakti drejt për drejt kam përshtypjen që bën punën e vet, duke shkuar nëpër institucione, duke bërë takime të hapura me qytetarët, duke shpërndar brëshura dhe duke u bërë të ditur qytetarëve se çfarë ata mund të përfitojnë. Po, nëse ndalemi tek çështjet që ju keni trajtuar gjatë kësaj periudhe që prej hapjes së qendrës në qytetin e Korçës, cilat kanë qenë çështjet që kanë marrë më tepër vëmendje, apo për cilat kanë dashur më tepër qytetarët ta marrin këtë shërbim edhe për çfarë janë drejtuar më tepër? Po. Natyra e çështjeve më tepër janë civilet e administrativet. Civilet i kemi për ndihmën juridike dytësore, zgjidhjet e martesës, të cilat për shkak të pamundësisë ekonomike nuk kanë mundur që, edhe pse çiftet nuk jetojnë më bashkë, nuk kanë mundur që ta zgjidhin martesën, nga kjo vijnë dhe problematika të tjera, mund të vi lindja e një fëmie, atësia kalon tek ish-bashkëshorti, na mbeten dy çështje gjyqësore pastaj për të hapur, edhe zgjidhja e martesës edhe kundërshtimi i atësisë. Por dhe kundërshtimi i atësisë ka disa afate ligjore të cilat duhet që të kapen në kohë nga qytetarët, sepse pastaj nuk e përfitojnë dot. Ndërsa në natyrën administrative, siç e thamë, shumica e shërbimeve janë bërë online, prandaj çështjet e pronësisë, dokumentacioni që mund t'ju duhet nga arkivi, edhe këto janë bërë të gjitha online, nga arkivet gjyqësore apo nga arkivi shtetëror. Të gjitha këto i asistojmë. Dhe këto janë çështje, domethënë, më problematike me të cilat ne asemi, familjarët edhe civilet. Më të shpeshtat, me të cilat po. Jeni marrë. Nëse kemi shifra, ju referohemi pra sa çështje kanë marrë zgjidhje deri tani, apo sa qytetarë janë drejtuar qendrës së ndihmës juridike parësore në Korçë gjatë këtyre viteve të funksionimit? Tani, minimalisht në muaj trajtojmë rreth 30 raste. Nëse do flisja me shifra gjatë viteve, do më thënë, në vitin 2023 janë trajtuar rreth 333 raste, në vitin 2024 278 raste, ndërsa deri në momentin që po flasim tani, kemi 200 raste të trajtuara për vitin 2025. Një mesatare e thjeshtë, ndoshta një çështje në ditë, dhe nuk janë pak që të trajtohen kaq çështje, të themi pranë qendrës juridike falas. Dhe më vjen mirë që e ka bërë punën e vet edhe qendra, por edhe qytetarët kanë mundur të marrin atë që u takon në fundit. Përsa kohë nuk plotësojnë, të themi, kriteret dhe janë pjesë e këtyre kategorive me probleme sociale dhe probleme ekonomike, pse jo? Të mos e kenë aksesin në drejtësi të barabartë si të gjithë qytetarët. Ndërkohë, duke qenë se u bën disa vite që qendra funksionon në qytetin e Korçës, ti si një juriste edhe si pjesë e këtij sistemi, si e shikon mendsinë e njerëzve? A kanë më tepër informacion sot qytetarët rreth legjislacionit, rreth mënyrës së zgjidhjeve të çështjeve, apo ka ende mangësi dhe mungesa? Gjithmonë ka edhe mungesa, po ka edhe mungesa, ka edhe, domethënë, mungesë informacioni, nuk din, domethënë, procedurën apo hapat, çfarë duhet të ndjekin për të arritur në zgjidhjen e problematikës që ata kanë. Shpesh ke qytetar që në zyrë dhe pyesin, thjesht po hyj të shikoj për çfarë është kjo zyra. Mirë, bën punën e vet edhe ai takim, sepse ti do duhet ja u shpjegosh. Dhe në momentin që marrin informacione, thonë, ua, po sa mirë, ta dimë që në momentin që ne do kemi një problematikë, të dimë ku të adresohemi. E drejtë. Është. Por besoj mungesa e informacionit bën punën e vet. Jo të gjithë ne i dim të gjitha ligjet, dim se si funksionon çdo institucion i administratës shtetërore. Do duhet të përballemi një herë me një çështje, me një problematik, na ka ndodhur të gjithëve, pavarësisht moshës, kategorisë përkatëse apo profesionit. Të gjithë e dim që nëse ti përballesh me një procedurë, mëson se si funksionon dhe mund t'ja transmetosh dikujt tjetër. Por deri në momentin që nuk e hasur me një problematik, ndoshta nuk e di zgjidhjen. Kështu që mirë është që gjithmonë qytetarët, për shkak të mungesës së informacionit që e kemi të gjithë, pa dashur të ofendoj askënd, mirë është t'ju drejtohemi specialistëve. Prandaj dhe ekzistojnë këto lloj shërbime që të marrësh informacionin e dur, sepse ndonjëherë mungesa e informacionit jo vetëm që të çon në humbjen e shërbimit, por të krijon dhe problematika, hallakatje, kosto ekonomike, humbje kohe e shumë çështje të tjera, apo jo?
ashtu është, e vërtet është, se për shkak të kësaj mungesës të informacionit, mund të arrin një fazë me të cilën çështja ndërlikohet shumë për të zgjidhur. Siç ta thash edhe pak më përpara, këto çështjet familjare, sidomos kundërshtimet e atësisë, nëse nuk e arrin brenda 3 vjeçarit që pa mbushur, domethënë fëmia 3 vjet është shumë e vështirë pastaj për të bërë kundërshtimin e atësisë derisa fëmia të shkojë në moshë madhore, sa të bëjë 18 vjet. E shumë çështje të tjera, sepse të gjitha ligjet themi, të gjitha procedurat kanë një afat ligjor. Kështu që do duhet i përmbahemi legjislacionit, por nëse nuk e dim një gjë të tillë, për shembull, shpeshherë na ndodh edhe me Rizajn, bashkautori dhe bashkëmoderatori i emisionit Çfarë duhet dini, që diskutojmë problematika të tjera sa i përket çështjeve të pensioneve, përfitimeve të ndryshme, që ti mund të humbasësh të drejtën e përfitimit vetëm nga mungesa e informacionit, nga kalimi i afateve ligjore, nga mos plotësimi i dokumentacionit të duhur, edhe është për të ardhur keq nëse ti humbet një shërbim të tillë kur është mundësia dhe kur ofrohet, pse të mos e plotësojmë dhe ta kemi mundësinë për ta përfituar. Mirë, do të vazhdojmë të flasim për këtë temë sepse ka shumë gjëra, në fakt edhe unë tani po mendoj shumë pyetje për të bërë, rreth asaj çfarë ofron qendra, si mund drejtohen njerëzit e si mund të përfitojnë, por do të shkëputemi për pak çaste hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Çfarë duhet të dini në ekranin e RTS Korça dhe në valët e Radio Korça, dhe unë gjej rastin t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj të gjithëve që na ndiqni, na mbështesni pas çdo puntate. Ky është edicioni 3 i këtij edicioni, duke qenë se tematikat që ne trajtojmë janë gjithmonë me interes për publikun dhe asnjëherë nuk përfundojnë problematikat apo mungesa e informacioneve për të cilën ne kemi ngritur këtë emision duke ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur. Ndërkohë që sot jemi duke folur për ndihmën juridike falas dhe së bashku me mua në studio është Marinela Nasi, juriste pranë qendrës së ndihmës juridike falas në Korçë. Ndalemi edhe një herë se cilat janë ato kategoritë që përfitojnë, për gjithë ata që ndoshta sapo kanë hapur televizorin edhe radion, për të kuptuar se si mund të marrin këtë shërbim që ofrohet falas për të patur akses në drejtësi për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Si që e thamë edhe në fillim, ne një fokus të veçantë ju japim kategorive të veçanta. Kemi viktimat e dhunës në familje, viktimat e abuzimit seksual, viktimat e trafikimit, viktimat e mitura, të miturit në konflikt me ligjin, fëmijët në institucionet e përkujdesjeve shoqërore, fëmijët në kujdes të ri, personat me aftësi të kufizuar, personat me probleme të shëndetit mendor, personat që janë përfitues të skemave sociale, si dhe personat të cilëve mund të jetë cënuar e drejta nëpërmjet një veprimi që përbën diskriminimin. Kemi patur dhe raste të tilla, me që ndalova këtu. Kemi patur persona, domethënë, të cilët kanë dalë komisioneri për mbrojtjen ndaj diskriminimit, ka dalë me një vendim, kanë qenë çështje për ndihmë juridike dytësore, në qytetin e Korçës kanë qenë për problematikat që kanë patur me bursat, dhe aktualisht çështja po trajtohet në gjykatën administrative në Tiranë, dhe këta qytetarë të cilët e kanë përfituar domethënë vendimin e diskriminimit, kanë përfituar edhe ndihmën juridike dytësore automatikisht, pa kosto, pa dokumentacion, pa asgjë shtesë. Më vjen mirë sepse funksionojnë hallkat ashtu siç duhet, kështu që përshëndesim edhe specialisten e zyrës mbrojtjes nga diskriminimi në qytetin e Korçës, zonjën e Tlevatare. Her pas here ne kemi trajtuar këto problematika edhe në edicionet tona të lajmeve në ekranin e RTS Korça, po mua më vjen mirë që kanë funksionuar këto qendra, institucione, zyra me njëra tjetrën, një bashkëpunim shumë të mirë që sjell në fundit përfitimin e qytetarëve, sepse është një shërbim që ofrohet falas, pa pagesë dhe të gjithë kanë të drejtë të kenë akses në drejtësi. Ndërkohë që ju keni një zinxhir institucione që varen nga Ministria e Drejtësisë që jeni në këtë funksion të qytetarëve. I përmendim sepse janë disa qendra në fakt që funksionojnë. Ne tham që ndodhet një tek ish-gjykata e apelit në qytetin e Korçës që mbulon me shërbim Bashkinë e Korçës, Kolonjës, të Bilishtit, të Pustecit edhe të Malishit, dhe një tjetër zyrë që ndodhet në Bashkinë e Pogradecit për të mbuluar aty të gjitha shërbimet që i përkasin qytetarëve të kësaj bashkie. Por janë shumë të tilla në rang vendi, apo jo? Po, në Republikën e Shqipërisë ne jemi 20 qendra që ofrojmë shërbimin e ndihmës juridike parësore. Jemi 47 ofrues të ligjit. Jemi të përhapur pothuajse në çdo cep, që
nga Korça, Kuksi, Fjeri, Pogradeci, pothuajse në të gjitha bashkitë ka një qendër të ndihmës juridike parësore. Ndërkohë që pjesë e këtij sistemi, themi, janë edhe disa organizata jo fitimprurse apo dhe klinika të ligjit. Çfarë funksioni kanë këto dy hallka? Organizatat jo fitimprurse si dhe klinikat e ligjit bëjnë të njëjtën punë të cilën e bëjmë ne qendrat, domethënë bëjnë ofrimin e ndihmës juridike parësore, këshillimin, informimin apo edhe plotësimin e dokumentacionit në rastin kur kemi nevojë gjithmonë për t'ju drejtuar gjykatës. Me thënë bëjmë të njëjtën punë. E kuptoj, por janë disa hallka që ofrojnë të njëjtin shërbim për të dhënë mundësi sa më shumë qytetarëve që të përfitojnë nga ndihma juridike falas. Në këndvështrimin tënd, përpos se është një pyetje ndoshta shumë naive, por sa ju ka vlejtur qytetarëve ky shërbim që ka filluar të ofrohesh prej disa vitesh në vendin ton, por edhe në qytetin e Korçës, si e mendon? Ndoshta nga fluksi i personave që të vinë, nga gjithçka që ti dëgjon gjatë gjithë ditës tënde të punës. Mendoj se është diçka shumë pozitive, shumë e mirë, duke parë që qytetarët nuk vinë vetëm mirë, ata rikthehen prapë, çka tregon se ata e kanë marrë atë çfarë kanë dashur, e kanë gjetur zgjidhjen dhe gjithmonë mund të kesh të njëjtin qytetar që mund të vijë edhe për 2-3 çështje të ndryshme, ose mund të vijë duke referuar një person tjetër. Mund të përmend raste suksesi, sepse ne si qendra kemi dhe raste suksesi të cilat i arrim nëpërmjet punës tonë. Kemi patur rastin e një qytetari i cili për shkak të pamundësisë së tij ekonomike ishte debitor ndaj OSHE-s dhe nuk e paguante dot atë shumën e madhe. Ne jemi drejtuar OSHE-s me shkresë zyrtare dhe nëpërmjet kësaj bashkëpunimi, domethënë, kemi arritur që qytetarit të mund t'i paguante me keste. Keni lidhur besoj një kontratë, një marrëveshje me institucionin? E ka lidhur institucioni me qytetarin, por ne ishim uralitëse midis të dyve që arritën, domethënë, që qytetarit të mund t'i paguante me keste të vogla që të mos e rëndonte ekonomikisht. E kuptoj. Duke marrë parasysh edhe gjithë dokumentacionin e duhur për mos plotësimin e kushteve, sa i përket anës ekonomike të themi, duke vërtetuar një gjë të tillë, ai është shpallur fitues edhe më pas kanë vjuar procedurat. Kemi patur një rast tjetër të një zonje e cila ishte e moshuar, jo vetëm për shkak të pamundësisë ekonomike, por edhe fizike. Asaj kishte ndodhur një fatkeqësi, djali kishte ndruar jetën në një aksident rrugor, jo në qytetin e Korçës, në qytetin e Kavajës, nuk arrinte dot që të merrte dokumentacionin, që të bënte regjistrimin sepse fëmia i saj figuronte akoma i gjallë edhe në certifikat. Sërish me shkresë zyrtare jemi drejtuar edhe Spitalit të Kavajës dhe prokurorisë dhe na janë vënë në dispozicion i gjithë dokumentacioni kërkuar që është bërë i mundur regjistrimi i personit. E kuptoj. Se ndonjëherë edhe pjesa e pamundësisë fizike, themi, siç e përmendë pak më parë, një i moshuar nuk e ka mundësinë që të shkojë nga një institucion tek tjetri, të marrë informacionin, të dorëzojë dokumentat. Ndonjëherë është edhe kjo, themi, mbështetja morale që ka nevojë të moshuarit sot, nisur nga fakti që një pjesë e mirë e të moshuarve, e pensionistëve jetojnë vetëm duke patur larg fëmijët e tyre dhe ndonjëherë kanë të pamundur për të bërë gjithë procedura dhe humbasin shërbime. Kështu që më vjen mirë që një ndihmë e tillë, qoftë edhe morale, për t'i dëgjuar, për t'i dhënë informacion dhe për t'i ndihmuar për të bërë këtë lidhjen mes institucioneve, ju ka ardhur në ndihmë qytetarëve. Përmendë pak më parë, fal bashkëpunimit që keni patur me OSHE-n është zgjidhur dhe ka qenë një rast suksesi, rasti i qytetarit që ka qenë debitor ndaj këtij institucioni, po në përgjithësi, si ka qenë bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ato qendrore, se besoj një pjesë e mirë e procedurave ka nevojë edhe për një bashkëpunim më të gjerë, jo vetëm institucionet lokale, që mund të jenë në Bashkinë e Korçës apo në qarkun e Korçës, por edhe drejtoritë qendrore apo institucionet qendrore që ndodhen në kryeqytet. Po. Unë e thash edhe më përpara, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet, jo vetëm në qytetin e Korçës, bashkëpunojmë me Devollin, bashkëpunojmë me Kolonjën, kemi bërë një sër aktivitetesh në këto bashki, së bashku me bashkitë përkatëse atje, edhe me qytetarët edhe me punonjësit e institucioneve dhe gjithmonë referojmë raste.
Në momentin që ata ka nevojë, marrin, këshillohen, referojnë raste, kur ju duhet ndihma juridike dytësore, pyesin për dokumentacionin që të paraqitet qytetari kur vjen atje të jetë i plotësuar, si të thuash. Që pastaj të plotësohen ato formularët, ne kemi formular tip, si për ndihmën juridike parësore, ashtu edhe për dytësore, që në momentin që një qytetar paraqitet në zyrat tona, plotësojmë 2 proces verbal për ndihmën juridike parësore dhe kemi edhe 4 proces verbal të tjerë që janë për ndihmën juridike dytësore, që bëhet fjalë për kategoritë e veçanta, kur kemi të ardhurat dhe pasuri të pamjaftueshme, si dhe formulari tip pastaj deklaratat që është paraqitur personi aty dhe i është ofruar shërbimi. Ne i përmendëm pak më parë edhe ndihmën juridike parësore dhe atë dytësore, por cilat janë përfitimet e tjera që kanë qytetarët? Përmendë pak më parë pjesën e tarifave. Mund të renditim disa prej tyre, pra çfarë përfitojnë tjetër nga zyra juaj? Po, atëherë siç e thash, në momentin që një qytetar paraqitet edhe ka nevojë që të asistohet për në gjykat, që të përfitojë domethënë ndihmën juridike dytësore, vlen të theksohet fakti që nuk përjashtojnë vetëm tarifat e avokatit. Sipas natyrës të çështjes, nëse është një çështje familjare, në të cilën do duhet një psikolog, nëse ka fëmijë të mitur në mes, flasim, përjashtohet edhe tarifa e psikologut. Nëse janë çështje pronësore, gjithmonë ka nevojë për një ekspert. Edhe ato i përjashtojmë si tarifa. Ndërsa në pjesa që të përmenda tek kundërshtimi i atësisë, mund të lindë nevoja që gjykata të kërkojë bërjen e një ADN-je. Edhe këtu rimbursojmë tarifën, po gjysmën e tarifës e rimbursojmë ne nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Duke ja ofruar kështu paketë të plotë të themi qytetarit për të marrë atë shërbimin falas, jo vetëm mbështetjen sa i përket pagesës edhe mbulimit të kostove për avokatin, por edhe pjesë të tjera që janë pjesë përbërëse të themi të procesit gjyqësor. Në shpenzimet e ekspertëve, çdo gjë është falas. Cilat janë ato përshtypjet apo opinionet që ti merr nga qytetarët që e kanë gjetur tashmë zgjidhjen? Qytetarët janë pozitiv, janë falenderues. Unë jam munduar, domethënë, që të zgjidh problematikat gjithmonë deri aty ku mundemi, se mund të ketë edhe çështje për të cilat nuk mundemi, por që duke parë rastet të cilat vinë dhe shtohen, duke parë dhe rastet e suksesit të cilat ne arrim, mund të them se kemi arritur deri diku që qytetarët ta marrin atë shërbimin për të cilin janë drejtuar në qendër. Mbi të gjitha të fitojnë atë besueshmërinë. Pra në qendrës juridike falas fakti që rikthehen mund të themi që e kanë fituar besueshmërinë. Tregues i mirë rikthimi i qytetarit që ka gjetur një herë zgjidhje për një problematikë të tillë dhe i drejtohet sërish qendrës për të marrë një tjetër shërbim apo sugjeron tek miqtë, tek familjarët. Kjo e tregon më së miri punën që ju keni bërë. Nëse do ndalemi tek pjesa e problematikave, e di që mund të jenë të mëdha, ti hasesh çdo ditë me pyetje nga më të çuditshme nga qytetarët apo nga raste më të komplikuarat. Në këto vite të eksperiencës tënde pranë qendrës ndihmës juridike falas, çfarë kujton? Në një moment të vështirë që të është dashur shumë të përpiqesh apo që nuk ja keni dalë për të shkuar deri në fund dhe për gjetur zgjidhje? Çështjet më të vështira janë çështjet që kanë të bëjnë me pronat. Domethënë, nëse një qytetar paraqitet për çështje pronësie, domethënë, aty është vështirësia. Jo, sepse kanë gjithmonë thonë jam pronar. Por që ti jesh pronar duhet të kesh një farë dokumentacioni. Është shumë e vështirë që t'ja u shpjegosh llojin e dokumentacionit që duhet të kenë, sepse gjithmonë ecin me atë mendimin, po unë e kam marrë më përpara, e kanë marrë prindrit, e kam trashëguar, por çdo gjë duhet faktuar me dokumenta dhe kjo pjesa e dokumentacionit është pak e vështirë. Dhe nëse qytetari nuk ka dokumentacionin e nevojshëm, nuk mund të bëjë as aplikimin për shërbimin që ai kërkon. Dhe kështu procedura zgjatet akoma më tepër. Problematika më e madhe, domethënë, kjo është me çështjet e pronësisë. Në fakt njihet vendi yt, Shqipëria ka shumë problematika me pronat, për shkak të kësaj që ti sapo citove, të mungesës së dokumentacionit, të quarjes së gjërave të mirëqenat, themi, që unë kam shtëpinë, kam të trashëguar, por nuk ka një dokumentacion që ta vërtetoj
pronësin e pronës që ai zotëron dhe më pas lindin problematikat apo mënyrat se si funksionojnë ligjet në vendin tonë, se si ndahet më pas trashëgimia te trashëgimtarët dhe mos pëlqimi i këtyre gjërave, se konfliktet ndan fakt që ka patur gjithmonë ndër vite vendi ynë, kështu që do të vazhdojnë të jenë këto lloj problematikash për sa kohë qytetarët nuk kanë një informacion të duhur. Të ka ndodhur shpeshherë që nga mungesa e një dokumentacioni, nga mungesa e informacionit, ta kenë humbur të drejtën për të fituar një përfitim në çfarëdo lloj institucioni apo shërbimi në vendin tonë. Nga mungesa e informacionit, qytetarët kanë ndjekur afatet ligjore, sepse kujtohen, për shembull, po e them kështu në mënyrë popullore, për një çështje që ata kanë patur dhe nuk e kanë zgjidhur, kujtohen pas 20 vitesh. Por nuk mund të zgjidhesh sepse parashkrohen afatet. Domethënë janë disa gjëra që nëse do ta dinin që ka një afat për të zgjidhur një problematik, nëse do ta dinin më përpara, do përpiqeshin më përpara dhe do ta zgjidhnin atë problematik. Çfarë do sugjeroje ti ndoshta në këtë rol që ti je sot? Unë fakt shpeshherë kam ngritur si problematik mungesën e informacionit sa i përket legjislacionit shqiptar në brezat e rinj, sepse që aty fillon edukimi në fakt, edukimi ligjor. Sa e rëndësishme është që edukim ligjor edhe në shkolla. Ju bëni edukim, ja këtu do doja të dilja. Në fakt se më pëlqen kjo gjë. Shpeshherë me ekspertë kemi ngritur si problematik në studio mungesën e edukimit ligjor tek fëmijët. Duhet nis edukimi që në brezat e rinj, ata që do të jenë nesër qytetar të këtij vendi, që do duhet të njohin mirë ligjet, të njohin mirë procedurat, që të jenë qytetarë të denjtë, të mos shkelin ligjin, të mos cënohen dhe të përfitojnë në fundit. Pra që gjithçka të shkojë mirë. Të paktën vendet ndryshme europiane e kanë këtë procedurë dhe kanë të futur në kurrikulat e shkollave, ndërkohë që këtu shpeshherë është diskutuar me ekspertë të fushës, të pjesës juridike themi dhe të drejtësisë, që do duhet të ketë diçka. Dhe ishte shumë e mirë. Patjetër që do të ishte gjëja më e mirë për të patur një kurrikul në arsimin parauniversitar dhe jo vetëm, që fëmijët, nxënësit e shkollave të njihen të paktën me bazën ligjore, të njohin legjislacionin, të mos shkelin ligjin, të mos bëhen shkelës edhe të përfitojnë në fundit. Ndërkohë që cili është roli juaj në këtë pjesë? Ne në vazhdimësi të aktiviteteve që kryejmë, midis tyre janë edhe aktivitete ndërgjegjësuese që ne bëjmë në shkolla. Me nxënës të niveleve të ndryshme, domethënë edhe në 8 vjeçare, edhe në gjimnaze kemi zhvilluar aktivitete. Ideja është që fëmijët sot din vetëm të drejtat. Mirë është të dinë edhe detyrimet. Mbi të gjitha. Sepse këtu fillon gjithçka. Ku shkon dhe ju shpjegon për shembull kodin penal, rinë dëgjojnë ose ju duket si shaka, po pastaj kur fillon që ju tregon ato detyrimet që kanë, sikur ndërgjegjësohen, të thuash. Prandaj është i mirë edhe edukimi ligjor, sepse që aty fillon baza. Po ndoshta nuk mjafton puna që bëni ju. Në fakt një pjesë e mirë e institucioneve, përmend këtu edhe drejtorinë vendore të policisë së qarkut Korçë, që her pas here bën takime informuese me nxënës të shkollave duke u shpjeguar kodin rrugor, që nesër ata të mos jenë shkelës të ligjit, të mos bëhen problem apo shkak për aksidente të ndryshme, e shumë problematika të tjera që rrjedhin nga mos zbatimi i ligjit. Po ashtu edhe ju bëni punën tuaj për informimin e fëmijëve, po ndoshta ka ardhur koha dhe do duhet të bëheni të gjithë bashk, të gjithë aktorët, për ta bërë pjesë të kurrikulës së shkollës. Pra një kurrikul e veçantë që do duhet të integrohet në sistemin parauniversitar në vendin tonë, që fëmijët, nxënësit, të rinjt të edukohen ashtu siç duhen dhe të jenë qytetarë të denjtë së nesërmes, apo jo? Do ishte diçka shumë pozitive. Është diskutuar ndoshta në Ne në takimet tona, në trajnimet tona e kemi diskutuar, po shpresojmë që të jetë diçka që të arrihet. Të bëhet sa më shpejt, pse jo? Sepse brezat rriten edhe shohim shumë mirë se si të paktën pjesa e të rinjve, adoleshentëve shpeshherë bëhen shkelës të ligjit për gjëra banale, të vogla, dhe më pas kur përballen me kodin penal që nuk e njohin dhe ju duket si gjë thjesht kalimtare për shkak të moshës edhe të mendësive të tyre më së të mirë kuptueshme, por më pas shohim pasojat, se kush është shkelja e ligjit edhe kodi penal. Është shumë e rëndësishme në fakt dhe mua më pëlqen shpesh ai slogani që është në fushën e shëndetësisë, më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë. Dhe më pëlqen që ta përdor këtë edhe në fusha të tjera në fakt, edhe në këtë rast është më mirë të informojmë se sa më pas t'ju ofrojmë shërbim për të zgjidhur problematika apo çështje të ndryshme që mund të shkojnë deri në hallkat e drejtësisë. Kjo është më e rëndësishme.
Çfarë do doje ti t'ju thoje gjithë qytetarëve që janë duke na ndjekur, një mesazh jo vetëm për shërbimet që ofronin, sepse kemi folur gjatë në fakt gjatë emisionit të sotëm, por çfarë duhet të ketë parasysh një qytetar që të jetë konform rregullave, ligjeve, që të jetë një përfitues, çfarë duhet të ketë parasysh? Unë do t'i ftoja të gjithë qytetarët që të informohen, që këtu fillon gjithçka. Informimi, këshillimi është falas. Në momenti që ata kanë informacionin e dur, janë të vetëdijshëm për pasojat që mund të lindë nga një veprim apo mos veprimi tyre. Prandaj unë i ftoj të gjithë qytetarët të paraqiten edhe pranë qendrës, qoftë edhe për pyetje, nëse kanë një pyetje për të cilën ata kanë diçka, kanë një dyshim, kanë një pikë pyetje, domethënë që nuk e zgjidhin dot, patjetër që mund të paraqiten dhe të mundohemi që ta zgjidhim bashkë. Mënyrat e informimit janë pafund, aq më tepër në kohët e sotme, në kohën e teknologjisë, mjafton të hysh në motorin e kërkimit edhe të kërkosh informacion për çfarë do lloj ligji, procedure, institucioni e gjithçka tjetër, por në pamundësi të një aksesi me pajisje elektronike apo të internetit të themi, apo edhe mungesës së informacionit të përdorimit të tyre, të paktën pensionistët, mosha e tretë që kanë pak më të vështirë. Rruga më thjeshtë është ndihma juridike falas, qendra juaj që e gjejnë shumë thjesht pranë i gjykatës së apelit, sepse asnjëherë nuk është tepër të informohesh. Mjafton të kërkojnë informacion, do ta gjejnë atë, sepse Marinela është aty edhe gjithë personeli tjetër që ndodhen në gjitha qendrat në rang vendi për të informuar qytetarët, sepse kjo është më e rëndësishme. Të informohen fillimisht dhe më pas të gjejnë rrugën e zgjidhjes, sepse gjithçka gjendet një zgjidhje për gjithçka. Vetëm nëse nuk është vonë. Gjithmonë. Të falenderoj shumë për gjithë informacionin që ke ndarë sot me ne, të uroj punë të mbar, sepse e kuptoj shumë mirë ngarkesën që mund të kesh edhe gjithë vështirësitë që mund të hasësh gjatë punës tënde të përditshme dhe përgjegjësisë që ke si juriste e Qendrës së Ndihmës Juridike Parsorën Korç. Faleminderit dhe ju për ftesën. Patjetër që do të kemi raste edhe tjera për diskutuar dhe për të folur për gjithë shërbimet që ju ofroni, por shpresoj dhe uroj që sot ju kemi dhënë një informacion të bollshëm të gjithë qytetarëve që janë duke na ndjekur përmes ekranit të RTS Korçës apo valve të Radio Korçës, nëse nuk e dinin që ekzistonte një qendër e tillë për ndihmën juridike falas. Pra, së pari për të marrë informacion mbi të gjitha procedurat, administratën shtetërore, për gjithçka që ju nevojitet për të patur akses në të gjitha gjërat që keni të drejtë të përfitoni, por pse jo për të kryer aplikime të ndryshme në Albania, të paktën ata që kanë të pamundur edhe nuk kanë informacionin e dur, edhe duke shkuar edhe më tej tek ndihma juridike, tek proceset gjyqësore, tek gjërat që janë pak më të koklavitura dhe më të ndërlikuara, që kërkojnë edhe asistencën e një avokati. Gjitha këto shpenzime mbulohen falas nga shteti përmes ndihmës juridike falas, dhe unë shpresoj dhe uroj që pas këtij emisioni ti të kesh punë, po jo punë të lodhshme, por jemi këtu për t'ju shërbyer gjithë qytetarëve. Ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur gjatë episodit të sotëm. Ne do të takojmë sërish të martën e ardhshme. Ju vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, të na shkruani pse jo, edhe të na sugjeroni tematikat ndryshme që do doni të trajtonim me ekspertë dhe specialistë të ndryshëm të fushave të ndryshme në emisionin Çfarë duhet të dini, por pse jo edhe pyetje të veçanta që do doni t'i bënit për çështje të ndryshme. Jemi këtu për t'ju kthyer përgjigje për gjithçka që keni nevojë për informacion. Na ndiqni edhe në YouTube nëse nuk e keni mundur ta shihni emisionin gjatë kohës së transmetimit. Shihemi të martën e ardhshme. Kalofshi bukur.